Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe fillojmë me një lajm nga ATSH. Shqipëria zgjidhet presidente e Europës së Pyjeve, Rama, zgjedhje domethënëse, vot unanime nga 45 vende. Jo, dale prit njerë tani. Prit njerë se më duke se dëgjova unë mirë. Ma lexo dhe njerë dhe pak shu, pak me avash, të lutem shumë. Pse ta lexoj unë prapë, ama se ishte dhe i gjatë. Krije kohën lexoje, ha. Po çfarë është kjo Europës së Pyjeve? Çfarë është kjo? Shi këtë ta shpjegoj. A pra, në vitin 87, Jona, Shqipëria mori çmimin e parë në Meksik për bukë. 87-ën ka qenë koha e tollonave, Franci, ne s'kishim as qip në për dyqane. Pikërisht pra, dhe në atë kohë doli dhe një Barsalet që thoshte, ore, po këta të vendit të dytë qahan. Po realisht, po çfarë është kjo presidenti i Pyjeve? Do të thënë, më fal pak, po Gjermania ç'a bën? Gjermania, po pse shkove aq larg ti? Këtu me afër nesh, Kosova, Maqedonia, thuaj. Ua, e tmeshme fare, më thënë, nuk arrita konceptoj këtë, po më duket fikse ajo, që the ti, çmimi i parë i bukës në të 87. Po është propaganda të keqe, është propagandë. Ja, për shembull, të kujtohet ty vjet në fushat që u bë lajm jehon e madhe që Rama do të njihte pensionet e emigrantëve italian? Aha, kjo ka 100 vjet, kjo puna e pensioneve, Franci. Dhe çdo qeveri që ka ardhur, këtë ka thënë, do ju premtojmë këto pensionet emigrantëve. Po pra, po, dje u bë, vjet në fushat u bë jehon e madhe, madje u festua kjo gjë, nuk të kujtohet? Pensionet e shqiptarëve në Itali dhe procesi i integrimit ishin në qendër të bisedimeve të kryeministrit Rama dhe homologut të tij, Mario Draghi, në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Rom, në kuadër të vizitës zyrtare të delegacionit shqiptar. Italia ndjen nga afër procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Italia do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në këtë rrugë të saj, edhe bashkëpunimi në gjysor me sigurisën shumë mirë, dhe sot folëm për këtë. Mund të them se Italia do të japë një mbështetje të plotë Shqipërisë. I kërkova kryeministrit një përshpejtim të procesit të njohjes së pensioneve. Ka shumë shqiptarë që punojnë në Itali. Folëm për sigurinë, drejtësinë dhe këtu kemi mundësi për të zhvilluar projekte që të rreqin më shumë të rinjt drejt arsimimit, si për shembull në shkollën italiane të magjistraturës apo policisë. Rama e falenderoi Draghin për mbështetjen që i ka dhënë Shqipërisë, ndërsa e ftoi për një vizitë në Tiranë. Ju prisni votën, unë pres pensionin në Itali, kot të pyes deri kur do pres. Do presësh deri kur shteti italian të kryejë të gjitha proceset që ka për të kryer, por është mbyllur procesi të paktën në aspektin e legjislacionit, ka kaluar, janë miratuar të gjitha dhe tani është zbatimi administrativ, pra është Italia, është qeveria italiane që e ka ndorë këtë punë, por ama nga anë jonë gjithçka ka mbaruar dhe nga anë atyre, nga rikpamje legjislative gjithçka ka mbaruar, pra nuk bëhet më fjalë që do bëhet, s'do bëhet. Tani çështja është tek procedurat e shtetit italian. 2 ditë pas samitit të Komunitetit Politik Evropian, kryeministri Rama ka ndarë një foto në Facebook së bashku me kryeministren e Italisë, e cila ka sjellë në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë. Me këtë dokument, kryeministri Rama thotë se nga 1 qershori 2025, shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë e Italisë. Marrëveshja për njohjen e periudhave të kontributeve mes Shqipërisë dhe Italisë u jep mundësinë emigrantëve shqiptar që të trajtohen me pension në Itali dhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Janë rreth 500.000 shtetas shqiptar dhe rreth 4.000 shtetas italian, të cilët do të jenë përfitues të pensioneve në Itali dhe Shqipëri që do të sigurojnë bashkimin e periudhave të kontributeve, duke bërë që të mundur që asnjë vit pune të mos humbas. Ja, tani se kur thonë ju vetëm kritik jeni, Franci, nuk më vjen mirë, sepse qeveria ka edhe ato arritjet e veta dhe kjo gjë duhet pranuar. Ku e shefti, për shembull, në rastin konkret? Po ja, a i pam deklaratat ne? A e pam Ramën që doli dhe tha për melonin motra? Po, kështu me letra jemi edhe presidenti i Pyjeve të Europës, ne, po puna është në të vërtet, realisht. Po mirë, realisht, dhe në të vërtet, do me thënë, pyesim këta që kanë punuar në Itali, Franci, që janë të lumtur me këto pensione që marrin. Një sekond këtu të lutem shumë. Se ata që kanë punuar në Itali dhe që duan të marrin pensione, kanë ardhur këtu te xhadat. Tek xhadat? Po pse nuk shkojnë në bankomat që të marrin lekët ata, po vinë këtu tek ne? Ta shpjegon motra. Kanë vajtur ata edhe në përzyra, edhe në bankomat, po nocë rrokun kanë marrë.
Dhe pastaj kanë ardhur këtu te Xhadat. Ashtu, Po. Fal, po, kush ka ardhur këtu tek ne? Ndoci, pasi mori nga Rama Noc Rrokun, erdhi këtu tek Xhadat. Sot kemi bërë një udhëtim deri në Shkodër dhe kemi ardhur tek familja e zotit Ndoci nga Shkodra, sepse mendon se ne mundemi ta ndihmojmë për një problem të cilin ai ka vite pothuajse tashmë që has probleme të erëpasershme dhe akoma nuk e ka zgjidhur. Përshëndetje zotin Ndoci. Përshëndetje, uroj gjithë të mirë atyre. Si është problemi? Për çfarë na ka thirrur? Dhe ma zgjidhin këtë problem. Unë jam në Snoci, në Shkodër, kam punuar me grim, jam këthy në Shkodër. Sa vite ke punuar në migrim? Kam punuar rreth 12 vite. Nërsa jetuar në migrim kam 20 vite. Jam me dy në shtetësi italiane dhe shqiptare. Kohët e funit, kur kam bërë moshën për pension, unë kam dalë në pension të qeveria në Shqipëri, në moshën 65 vjeçe. Në Shqipëri sa vite pune ke? 34 sa. Erdi koha të dalësh pension. Erdhi koha, dalë në pension, dola në pension. Duke pas parasysh se njoh edhe ligjet e shtetit italian, kur bona moshën 67 vjeç, kërkova pensionin në Itali. Pra ne po flasim për një marrëveshje e cila u bë nga dy kryeministrat. Po, marrëveshja që bën dy kryeministrat, kjo hini në fuqinë korrekt, me një korrekt të vitit 2025. Edhe unë paja prit 8 ditë, mas 8 ditë kam shkuar në Tiranë, në zyre ku na kanë adresuar, pa pagesë, gratis, edhe gjitha veprimet i kryen ata. Kam praktikuar tek patronata Akli, një zonë në Ruma aty. Është zyrë kjo që ofron shërbim. Që ofron shërbim, na kanë thënë që nuk keni nevojë me pagu dhe interesona në ne, që e imsit në Itali, imsin ai të bjen këtu, ty të vjen pensioni në qendër banimi ku ke rezidencën. Mas një muaj të sa, unë i telefonoj këtë zojën, i thëmë unë, ku jena? Nuk kanë ardhur la formularët, mos u mërzit Ndoci, thotë edhe pak ditë, thotë do fillojnë. Po kjo punë u bë deri sot. Që nga gushti që është përcjell kërkesa, 4 gusht 2025 është përcjell kërkesa nga kjo zyrë, imsit në Itali, edhe nuk ka marrë përgjigje. Dhe ti si pasojë nuk je trajtuar me... Si pasojë nuk jam trajtuar. Nga kjo, me pension. Po mirë, dakord jam unë, po ti tek sigurimet shoqërore në Shqipëri apo tek sigurimet shoqërore në Itali ke vajtur ndonjëherë, je interesuar? Nuk kam shku në Tiranë sepse kur komunikosha me këtë zyrën e patronatit në Tiranë, thotë s'ke nevojë thotë për marrë atje, se gjithçka i zgjidh institucioni atje ku jem rezident. Pra në Shkodër. Vajte tek Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shkodër, te Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shkodër kam vajt disa herë, edhe e njëjta zvarritje. Do sa herë ti shkon nuk është se t'japin një përgjigje. Ja, se merr një gjë të mirë për me marr pensionin, ja. Dhe sa muaj u bë kjo zvarritje? Në gusht bëhet viti, edhe akoma me fjalë nuk kena marrë përgjigje. Dhe si pasojë ti s'ke marrë si le? Absolutisht, për këta ja lajnë njëna tjetrës. Imsi, Italistët i ka Instituti i Sigurimeve Shoqërore Shqipërisë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore Shqipërisë i ka imsi Italisë. Son kam komshin që është në Itali, ka aplikuar. Njëjtën gjë si e kam aplikuar, edhe thoni ka Instituti i Sigurimeve Shqipërisë. Këta kanë bën me fjalë mod këtë për zvarrit. Se nuk janë aq pensionista sa pretendojnë, nuk është aq floks sa pretendojnë. Absolutisht nuk tapin asnjë lloj serimi tjetër. Vetëm zvarritje. Skandal, prit. Edhe ti je mërzitur shumë. Edhe jam mërzit, edhe jam kam pa emisionin e Gjada, kam venos t'i thirrin telefon edhe kam shpresën me fjalë që ky problem do të zgjidhet. Po pse nuk shkon Franci dhe do thoj atyre, moj zonja të nderuara, a shikoni televizor ju apo jo? A e dini ju që qeveria ka thënë bla 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 bla? Po, ti kështë folur dhe për motrën. Për motrën e kujt? Motrën e Edi Ramës, më. A tha Rama që e kam melonin motër. Më kujtua një si tip Barsalete, Franci, që në fakt ka ndodhur në të vërtet. Në një ndeshje futbolli, filluan të ashanin arbitrin nga motra. Edhe të nesër me ndoli një oftim nga policia që arbitri nuk ishte motër. E bukur shumë kjo. Po ndërkohë të vazhdojmë çik me vllajne, se ai burri huaj ka punuar në Itali për vite me radhë, gjithë jetën më. Dhe ka dëgjuar vllajën e Melonit që ka thënë që për pensionin mos e vrisni mendjen se e keni në xhep. Po edhe shkoi tek sporteli dhe i thanë, vaj via. Jo, mos e ka. Shkoi te sporteli shqiptar ai. Më mirë se doja ta bëja pak interesante kështu në italisht. Vaj via. Shumë interesante, shumë e bukur kjo që the. Po më interesante në fakt e kanë bërë këto te recepcioni
ISSH, si jona, sepse recepcionistja tentoj që ta përzinte. Edhe këtu hy në punë mekanizmi gjadat. Patjetër, me qetësi, me dashuri, ne kërkuam informacion. Edhe si gjithmonë, ato që na thonë gjithmonë, na thanë bëjeni me shkrim. Atëherë ndodhemi këtu pranë objektit të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Zoti Ndoc. Unë mendoj që të shkojmë të interesohemi një herë, Patjetër, sepse e kemi detyrim. patjetër. Edhe janë përgjigjës mirë në përgjithësi këta këtu. Patjetër, shkojmë interesohemi. Mirdita, unë që i shqetësoj jam Bledi Naska, jam gazetar. Unë kam ardhur me zotrin, zotria Ndoci. Kemi nevojë për ndihmën tuaj. Zotria është përfitues i marrëveshjes që u bë, marrëveshjes fundit pra Shqipëri-Itali, dhe është interesuar për vitet e punës t'i marrë nga Italia, t'i transferoj në Shqipëri, që më pas ta marrë pensionin në Shqipëri. E ka bërë këtë praktikë, u bë shumë muaj dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje, e jo më pensionin pastaj sigurisht, sepse nuk është zgjidhur çështja e tij. A mund të kemi një përgjigje se çfarë ndodh me rastin e zotrisë? Që ta dim, nëse nuk qëndron këtu problemi, të shkojmë atje ku qëndron. Më kupton Bledin, nuk është se kemi ardhur të fajsojmë dë kënd, po thjesht ta ndjekim në mënyrë kronologjike dhe zinxhir ku derisa të gjejmë problemin e vërtet. Atë me marrë pension në Shqipëri, me bashkuvitet në Shqipëri, apo në Itali? Eksakt, në Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe ti marrësh këtu në Shqipëri. A i ka deklaru të nga vitet Po, ka punu? po. Nëse ka një problem ta zgjidhim dhe ku është? Si e ka një... Ndoci. O, Mirsa, apo na shikon pak një Ndoci, po e shikon edhe po na kthen përgjigje. Po shikon dhe po na kthen përgjigjet. Presim pak apo jo? Faleminderit shumë. Presim pak. Shpresoj të marrim një përgjigje. Na kërkuan kartën e identitetit zotërisë. Martin, po. Do të paraqitet një kërkesë me shkrim të anët kërkesat që me lënë edhe një numër ankesat. Me lënë edhe një numër telefonit që çdo gjë edhe që të kthejmë përgjigje. Në rregull. Me zotrinë e kuptova, po me mua çfarë do bëhet? Ja. Ishte puna për me... Okej, po mua? Ja. S'do më dali njëri të më japi përgjigje? Një këtë pra që i thosh zotëni se është edhe për ty. Po për mua nuk mund të vlej, sepse unë jam institucion, dhe më dhe zotëria, dakord, po unë duhet më japësh përgjigje si më takon mua në televizion dhe në media. Pra, unë nuk është se kam ardhur vetëm për të shoqëruar zotrinë, unë kam ardhur se kamera është ndezur, është duke u bërë një procedurë. Sa të herë cili? Po, kjo është ashtuja, se s'ka ardhur ndonjëherë. Zotria ka ardhur, e ka bërë këtë procedurë, dhe tashmë, është disa ta herë që ka ardhur dhe hera e fundit që jemi sot, zotria ka ardhur i shoqëruar nga kamera. Pra nuk është se s'ka ardhur ndonjëherë. Kjo praktika merresh në emrin erdhe edhe sot edhe nesër, kjo o zonjë, a mund ta sqaroj dikush një person kompetent sepse kështu nuk po sqarohemi dot? Po pra se po thua urdhro këtij dhe s'po më sqaron mua, pra nëse po më injoron mua totalisht. M'vjen keq. Po atë pra po bën. Jo. M'vjen keq. O zotri, më fal. Nuk desha të fyj, po a mund ta di pozicionin se çfarë pozicioni kemi këtu? Recepcioni, atëherë. Recepcioni shërben për të lajmëruar njerëzit kompetent për të më sqaruar. Funksionon që bëhet kërkesa në Itali për ata që dënë bashku vitet me Italinë. Sepse Shkodër në Shqipëri, si më thonë, ky është gjën pension. Por nuk ka nevojë me bë kërkesë. Ky e ka bë kërkesën në Itali. Italia kontakton sektorin tonë të marrëveshjes që kena në Institut ISSH Tiranë. Sektori mandej varësisht të vendbanimit që kanë qytetarë, në këtë rast zotnia ka në Shkodër, ka për të ne kërkesën për me bë bashkimin e viteve. Funksionon si mas marrëveshjes që është bë, që plotësohet një tabelë me vitet e punë që ky ka këtu që ja kanë njofni në Shqipëri, për zotnia ka kena thjesht se ky është në pension, pra ja bën bazë të pensionit që ka, që përfiton ja bë tabela. Nëse ne mund ta bëjmë procedurën me ju pa përfshirë një zyrë patronat? Për mua është okay, bëjmë kërkesë tjetër, e bën tek ne. Që ta bëj procedurën ta ndjeki sigurimin shoqërore? Kur e bën ne kërkesën, përgjigjja na vjen ne. Pra jo në sensin që zotnia. Dhe pasi vjen përgjigja? E njoftojnë ne zotnin. Supozoj që ti lidhet, se i ka vjetërsi të ne ka mjaftuar shumë. E bëjmë po tjetër, më përson në çania e fundit. Se për sa hini marrëveshje u rregullua dhe u sistemu me koha, dhe ndolen udhëzime, na erdhen edhe ne udhëzime gjana. Pra fillimisht ishte pak
Kaotike, ma ne u rregullu. Që është për mua bëjmë edhe i herë kërkesën. Bëjmë dhe një kërkesën, atëherë, më falë emrin si kësha? Irsa. Irsa, e rëndësishme për neve është që ky zotëria të marri pensionin si rezultat e marrëveshjes që kanë firmosur dy kryeministrat. Në qajrë dhe marrë dhe kontaktin më me. Kjo përgjigje do t'i kthehet më me. Po. Sot na vini përgjigje me Ku do ta bëni këtë praktikën? Këtu, po ja, ta plotësojnë edhe i tesh se këta vitet i ka dërguar. Jo, më mirë, e ndihmon dot ti që t'ja plotësosh sepse që mos ngatrohemi? S'ka një problem, unë pa ta shpjegoj se duhet na pritëm me dorën e vet ashtu ideja. Të lutem, ma e ndihmon se do ta ngatroni 5 minuta. Ka IBAN-in e bankës. Tu mori tu Ivan, futu aty 5 minuta me vajzën, le të futet qytetari 5 minuta dhe e kryeni procedurën. Tani të bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Një shqiptar i mirë ka punuar gjithë jetën e vet në Itali dhe gjatë gjithë viteve të punës ka dëgjuar nga politika shqiptare që do t'ju njihen vitet e punës dhe do të merrni pension. Dhe kulmi arri në zgjedhjet e vjeçme, pra para një viti, ku kryeministri Edi Rama doli dhe tha që të gjithë do ta përfitojnë këtë pensionin nga Italia. Kështu që edhe burri botës vjen me atë besimin e palë kundër që do të merrte paratë. Dhe kur shkon në recepcion, e dëbuan nga recepcioni. Dhe kur shkuam ne, na thanë që bëni një kërkesë me shkrim që çfarë doni ju këtu. Edhe ne me shkrim mirë e bukur i thamë që ne jemi shumë larg pensionit, plus që nuk kemi punuar asnjë ditë në Itali. Prandaj jepini Cezarit çfarë i takon Cezarit. Dhe në rastin konkret jepin docit atë që i takon docit, sepse ne jemi shumë të lumtura që ju vini për hallet dhe shqetësimet tuaja këtu tek ne. Por për një gjë kaq të thjeshtë, pse duhet të investohet një emision si yni? Do me thënë, bëm kërkesën me shkrim ne, bëri kërkesë Halexhiut, bëri qeveria propagandë, tani pse duhen gjithë të burokraci? Tani për burokraci, hajtë se po ja bëjmë halal, Franci. Po pse gjithë kjo dhunë, këtë nuk kuptoj. Se gjithsesi lajmi mirë është që u vu në rrugën e zgjidhjes dhe Halexhiu na falenderoi ne. Pas insistimit që ne patëm që zotëria ta ribënte edhe një herë procedurën sakt, me qenë se nuk ka gjetur herë tjetër mbështetje, sigurisht Irsa që është edhe specialistja pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore këtu në Shkodër, pranoi që ta ndihmojë qytetarin të plotësojnë formularin dhe të shpresojmë që pensioni të vi sa më shpejt. Këtë e ba me kërkesën, të shumë do të dërgoj, bëjmë procedurën që kena ne, numrin e kontaktit e kena, që ose vjen përgjigja, kur da që të vinë, do t'i kthejmë përgjigje, të shpresoj. Të falenderojmë shumë dhe të falenderojmë realisht sepse ishte ndihmë shumë e madhe në mënyrë që zotëria të përfitojë atë që i takon. Po, rregull është kënaqur edhe të që kuptoj që ankesa ka me pasë, është një gjatë që sidomos ku është me një shtet tjetër. Edhe është fillimet edhe volumi ka qenë shumë i madh, por faleminderit shumë. Asë gjë, ka punë të mbarë. Shkojmë. Ciao. Atëherë, zoti Ndot, u bën kaq kohë që nuk është se të sqarojnë, të përcjellin, ti del shpesh herë i pa kuptuar nga zyra. Sot unë mendoj se bëm një punë të mirë, si mendoj. Jashtëzakonisht. Plotësuam të paktën në institucionet shtetërore. Jashtëzakonisht. Dhe të shpresojmë që të dalin pensioni. Të dalin pensioni sa më shpejt. Në fundit zotëria po kërkoni një gjë që e meriton apo jo? As po kërkojmë atë që nuk na takon. Atë që kemi bërë munin po kërkojmë. Akoma dhëm trupi për viteve të punës, a? Fiks. E meriton ca pushime. Normal. Shpresojmë që ti marrësh sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit ty. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot. Ne do takohemi sërish nesër në 20:00 e deri atëherë, natën e mirë. Kalofshi bukur.